Sot data shënon 16 korrik, temperaturat më shumë se 30 gradë, por sërish ditën e sotme qendra e Tiranës është mbushur me protestues. Për të 47-ën ditë me radhë protestohet në kryeqytet me organizatorët të cilët e kanë cilësuar si një nga manifestimet më të mëdha të historisë moderne shqiptare. Dhe është për të theksuar fakti që kjo protestë është një nga më të gjatat dhe më këmbgulëset në historinë e viteve të fundit. Por çfarë po ndodh në terren dhe kush janë qytetarët e parë dhe cilat janë kërkesat që i kanë shtyrë për të protestuar edhe në ditën e 47, do të lidhemi tani në terren me gazetarin Osman Stafa, i cili po i ndjek nga afër këto zhvillime. Osman, të përshëndes, shoh që janë mbledhur protestuesit e parë, çfarë po ndodh sot nga terreni? Përshëndetje, dita e 47 e një proteste e cila ka nisur me kërkesën dorëheqje e kryeministrit Edi Rama pas situatave të krijuara fillimisht në Vlorë, ku një qytetar, një protestues atje u godit nga punonjës apo nga security private në pranit policisë shtetit, e cila nuk ndërhyri edhe pse personi u zvarrit për metra të tëra, e më pas vijuan qytetarët që të artikulonin problemet e tyre që lidheshin me korrupsionin, me shëndetësinë, me arsimin, me shpopullimin, me pensionet e ulta, me rrogat e ulta, me çështje të ndryshme të cilat ata i kanë prekur dhe i kanë pamundsuar të themi sigurinë financiare, sigurinë ekonomike, sigurinë sociale të tyre në Shqipëri. Për këtë arsye ka nisur një protestë e cila është mbështetur dhe ka themi bërtham të saj rinin shqiptare, rinin e cila kërkon që të ketë ardhmen e saj në Shqipëri dhe të mos detyrohet që të largohet. Thënë kjo duke themi përmendur apo duke kujtuar disa prej deklaratave apo fjalimeve të rinjve të cilët shprehen se nuk kanë të ardhmen në Shqipëri me mënyrën se si është ndërtuar sistemi në këtë vend, dhe për këtë arsye protestojnë kundër politikës 36 vjeçare në Shqipëri, jo vetëm kaq, por edhe kundër kësaj qeverie e cila qeveris vendin që prej vitit 2013. Ndodhem në sheshin Skënderbej, ku si çdo ditë nga këtu nisin edhe themi për zhvilluar intervistat e para, por nis edhe marshimi drejt kryeministrisë, si kundër pra ka ndodhur në 46 ditët e kaluara. Fillojnë njerëzit të mblidhen dal nga dal dhe rreth orës 19:30 nis edhe marshimi pra drejt kryeministrisë. Është protesta e 47 radhazi dhe si kundër ti e the, tashmë është një protestë themi historike për mënyrën e organizimit, duke qenë se nuk janë organizatorët një parti politike, por janë qytetarët shqiptarë të cilët e mbështesin këtë protestë, janë të pranishëm në shesh, edhe pse është verë, edhe pse temperaturat janë të larta, ata vijojnë të qëndrojnë, të rezistojnë përballë kërkesës së tyre, e cila është një dhe vetme dorëheqje e kryeministrit Edi Rama. Pra, ne do të nisim edhe intervistat me qytetarët, të cilët pra do të kenë mundësinë për të folur dhe për të treguar cilat janë arsyet që ata i kanë pra sjell në këtë protestë. Nderuar përshëndetje. Jemi drejt për drejt në News 24. Arsyet që juve ju sjellin në këtë protestë dhe të jeni pjesëmarrës në këtë protestë. Çdo gjë është kundër popullit. Po vjedhin shumë, po rrogat janë shumë pak, shumë të vogla. Çdo gjë është, spitalet janë cop, që thonë këta spitale, s'ka shkruar në spital këtu. Politikanët shkojnë jashtë shtetit me parat tona, kurse ne shkretët paguajmë doktor, paguajmë rojën, paguajmë gjithë që të spital. Zëre se ke marrë dhomën në spital me qera. Janë shumë gjëra që nuk shkojnë. Plus se kjo se pranon, se duke të shi kapur në anë të tjera. Çfarë është një gjë që sipas teje shkon në këtë vend? Asgjë. Nuk po shohim asgjë. Gjithë rinja ka ikë. Janë dy çuna, kap të dy çunat. Janë jashtë, njëri në Zvicër, tjetri në Itali. Ka marrë vetëm që rrimë. Pse janë detyruar të ikin ose kanë ikur me dëshirë apo? Nuk nga halli se këtu s'del as rroga asgjë. S'ka. Ka po sjellin ata nga vendet e treta që të punojnë këtu. Ato i kanë zonë vendet. Vendet edhe ato nuk është se i paguajnë mirë. Nuk diskutohet, japin copë bukë dhe ajt. Fole për shëndetësinë, nisesh nga raste personale apo çfarë? Kisha vjerë në Vlorë. Njëra e mërëgjisë ordale. Paguj që nga roja,
ke infermierja, ke doktori, vite doktori mjes vetë, merë të legët edhe ikte, s'bën asë gjë tjetër. Ska, spitalit për e bretë, ushqimi jo. Ushqimi së është gjë, po shërbimi që është keq fare. Që të thëmë? Faleminderit. Atëherë për tokat. Për tokat, vijon për tokat. Unë më quaj Masan dhe Kekaj, nga Dukati Vlorës. Kam 120 hektar tokë, në të cilën unë i kam marrë nga pushteti lokal. Dhe më kam konvensuar, kupton, me 7.500 kupton 42 dylym, në të cilën i kanë vlerësuar këta me 8.621.000 lekë. Kam që nga 99 deri tani nuk më ka dhënë, i kam bërë dhe pagesat e faturave, të kupton 120.000 lekë. Dhe për këtë, akoma s'm ka kthy përgjigje, që nga vitin 23, dhe 99. Dolën në një gazet, edhe atë nuk e dhanë. Atëre ku është arsye kupton që e mbajnë këtë? 8.621.000 lekë, pse të i mbajnë? Pse nuk më kthe përgjigje që janë bërë në rregullat ligjore? Dhe kërkoj përgjigjen e 2023, që bëhet i qartë shtetit. Dhe për këtë, unë e kam kërkoj, dhe do të kërkoj, për arsye se është një diçka që më takon. Ajo është pa drejtësisht me 7.500 se është futur ajo. E mori djali xhaxhai tim, kupton, ai vdiqe la fare tokën. Po të pak që më kthej kompleksimin. Pra dini në këtë protestë për tokën. Po, për tokën, po pronën tonë, time. Pra jeni pak kënaqur Po, në të mënyrën pak se si në. ky shtet Bravo. reaguar dhe ka Kam reaguar gjithmonë, edhe të specialisti për katë ka bajtë, kupton, dhe më ka thënë, kupton, tokat, dokumentat që këti që ka asë një në Republikën e Shqipërisë. Atëre ku është arsye, kupton, që i bajë? Pse të mi mbaj? Do të thotë, kupton, se i bjetën për vete. Se kështu vete. Si investitor strategjik ndoshta. Po, dosë. Edhe ja, faktikisht. Dhe për këtë, kupton, unë kam datë sot në protest, kupton, vetë për këtë punë. Dhe do të lutem shumë, kupton, avanconi. Faleminderit shumë. I nderuar, juve pse jeni në këtë protestë? Unë jam një pensionist emigrant dhe kam 36 vite që vi nga Bologna, Italisë, në Shqipëri për të kërkuar të drejtën time për pronën. Edhe ju për pronën? Për pronën, dhe nuk kam gjetur zgjidhje edhe më sot. Kam argjuar dhe shpenzuar me mirë lek, edhe në të shi që kam arritur edhe në kushtet e pensionit, merë me mend që jam drejt xheros gati, mos me thënë. Ku që ke dhënë këto lek? Avokatëve, gjyqtarëve, shpenzuar dhe nuk kam marrë asgjë. Po të themi kuriozitet më të madh, e kam me letra, e kam këtu ja kjo. Edhe këto ditë që që po vazhdojmë, hipoteka, bën siguri e prona, që unë kam 36 vite që nuk e kam marrë pronën, e kam me vetë atë letrën, që gjoja më njeh pronën. Një mashtrim i paparë. Bërë edhe i kërkesë tjetër, tash me notere, dhe përsëri e njëjta lojë. E ke pronën, prona që s'është aty në fakt, është hitur, por duen që të shkosh atje dhe do të mashtroj me lek. Kjo është një luftë pas zgjidhje për mua. Dhe nga ky moment më bllokon edhe më në shpirtit të flas. Unë i kam në Itali se kam një fëmijë që kam një invalid, ka kaluar meningjitin dhe ndjekin strukturat. Megjithëse mafia ka filluar nga Italia, po atje i gjen të gjitha. Kurse këtu vi për të siguruar ato për fëmijët, për t'i dhënë një të mirë atyre, se unë jam 71 vjeç sot. Kam filluar betejën time të gjyqësore që nga 35 vjeç. Merr më mend se si ndihem. Kam humbur çdo besim. Në cili vend je? Unë nga plazhi Durrësi. Nga Durrësi. Po. Edhe vi nga këtu në protest nga Durrësi. Por kam një të keqe që unë vi me autobus. Edhe unë kur arrin në orën 8, unë duhet t'i ikë se do marr autobusin në orën 9 me ikën autobusin nga terminali. Por nuk më le shpirti parë, pavarësisht një orë. Edhe s'takon ndoshta edhe mas një.
po shpirti ma kërkon që të vi. Je zhgënjur thua nga Unë jam nga zhgënjur. gjithë sistemi që ke 30 e ca vite që se merr dot pronën tënde. Po, unë jam përplas me Edi Ramën në 2019. Janë të regjistruar në Facebook. Ai është një ndyrësirë. Kemi peshesh nga Fatos në anë dhe po e gëzojmë. Është një psikopat që s'ka dash njerëzit e vetë, që ka të keq trajtuar familjen e vetë, dhe ne e majtëm për kryeministër. Kjo është një fatkeqësi e madhe për popullin tonë, për kombin tonë, që edhe tash thot ai nuk iket. Ai portik dhe iki. Unë kam besim shumë shpejt. Kjo s'mu ka mungu. Jo vetëm se kam qeveria do merret për të gjithë, mendoj, por do shpëtoj edhe popullin shqiptar. Faleminderit ju. Atëherë do të vijojmë me marrje